Zoti kryeministër, arsyeja e pyetjes sime sot konsiston në faktin që në një intervistë që jepnit përpara gazetarëve, kishte një pyetje nga ana e një gazetari ku ai ju drejtua juve se si e komentoni deklaratën nga Vleni se BDI-a nëpërmjet kryetares së Shkupit Daniela Arsovska po tenton të destabilizon shtetin. Më la përshtypje përgjigja juaj, pak jo bindëse dhe jo e sigurt, ku në një farforme konfirmuat se Vleni ka të drejtë dhe se është e vërtet që BDI nëpërmjet kryetares së Shkupit po tenton të destabilizoj shtetin. Mendoj se ky konstatim, respektivisht konfirmim që vjen direkt nga ana e juaj e një kryeministri të shtetit, është shumë i rrezikshëm dhe nuk mund të relativizohet dhe të kalohet vetëm me një konstatim shkileshko, sepse nuk dhat asnjë detaj, nuk vazhduat me përgjigjen që është karakteristike e juaj që të jepni sqarime plotësuese, mendime shtesë dhe të tregoni se ku kryesisht e bazoni këtë konstatim. Po ashtu, interesant është fakti që unë nuk pash që dikush tjetër nga gazetarët të insiston dhe të kërkon sqarime plotësuese. Nuk pash asnjë informat dhe analist të ndonjë mediumi tjetër që të përqendrohet në këtë temë. Është shumë për tepër serioze që kryeministri i shtetit të bëjë një konstatim të tillë dhe kjo të kalohet pa ndonjë rëndësi të veçantë. Kjo është një çështje shumë brengosëse. Dhe unë si deputet që kam votuar këtë qeveri të cilën e udhëheqni ju, kam të drejtë të ju drejtohem dhe të kërkoj sqarime plotësuese. Në çfarë forme, si po planifikohet ky destabilizim? Pastaj, në mënyrë plotësuese, çka po ndërmerr qeveria dhe ju si kryeministër për parandalimin e këtij destabilizimi dhe të ngjashme? Normalisht, kjo pjesë në lidhje me masat për parandalim vijnë nëse konstatimi juaj është i vërtetë. Pra, një kryeministër do të duhej në mënyrë të përditshme të del dhe të deklarohet në lidhje me këtë çështje. Qytetarët patjetër të informohen në mënyrë të përditshme. Kjo punë nuk është shaka. Nga ana tjetër, nëse nuk ka qenë deklaratë serioze nga ana juaj, pra, nëse keni konfirmuar diçka e pavërtet, atëherë si kryeministër keni përgjegjësi shumë të madhe dhe nuk duhet unë të ju them se nuk guxoni të jepni deklarata të tilla të pa konfirmuara. Pra, thjesht e kam fjalën, a qëndroni në atë që konfirmuat në atë preskonferencë. Pra, përpara deputetëve kërkoj nga ju të deklaroheni në mënyrë eksplicite, të drejtë për drejtë, a është e vërtet se BDI-a nëpërmjet Daniela Arsovskës, kryetares së Shkupit, po bën tentativë për destabilizimin e shtetit? Nëse kjo është e vërtet, atëherë kërkojmë më tepër detaje nga ju. Si deputet dhe si parlament që ju ka dhënë mandatin, meritojmë të dimë më tepër dhe kemi më tepër informacione. Nëse nuk është e vërtet, atëherë më së paku që do të duhej të bëni është të kërkoni falje publike për deklarata të rreshme.